Nardi, si të duk udhëtimi? Udhëtimi ishte një film i jashtëzakonshëm. Mjafton të them që kur u nisëm në fillim fare frynte erë, zbritëm në mes të ca pemëve, kështu që duket sikur vareshin gjethet, domethënë duket sikur po arratiseshim. Pastaj udhëtimi ka qenë i jashtëzakonshëm, i mrekullueshëm. Çfarë nuk kemi parë rrugës? Kemi parë gjëja më e bukur e mrekullueshme kanë qenë ato folet e dallandysheve që dukeshin sikur ishin ashtu siç njerëzit kanë dëshirë të jetojnë. Tjetra kemi parë rrugës qenë, dele, por nuk do të harroj dhe një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Në këtë udhëtim neve kemi parë prezent edhe ndotjen njerëzore që bëhet zakonisht. Dhe më duhet të them që ky udhëtim ka qenë, sidomos dalja këtu në det, ishte jashtëzakonshme. Na u duk sikur shkuam në rilindje, por nuk do të harroj pa thënë ato kataraktet kur binim. Në çastin kur neve binim në katarakt, muskujt e mbijetesës zhveheshin në lëvizje. Sa po binim, aty betoheshim që do ktheheshim sërish. Kështu që ju falenderojmë. Dhe një gjë tjetër nuk e di këtë, se është e vërtetë, se është trill, se jam artist, dëgjojeni dhe gjeni vetë të vërtetën. Momenti i bukur ka qenë kur jemi futur me spemve dhe kur kthyem kokën vumre që Guida nuk ishte. Kjo thash që nga momenti që edhe ata po na bëjnë trajnim. Guida ishte varur si Tarzan, në një vend tjetër si majmun kishte ka përcyer, na priti dhe hipi prap. Bravo.